Po, nga 2011 deri në 2023 ne pothuajse vazhdimisht kemi qenë në kontakt me pas raporte miqësore edhe profesionale me vetë. A keni qenë në dijeni që kam pas ndonjë problem me bashkëshorten time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjë. Kthehemi çështjes më konkretesh. Ju treguat që keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët. Fillimisht drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në zyrën e parë një herë, më filloi shumë i shqetësuar. Dhe ju I keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë. Po, kem drejt. Një orë më I thënë, minimum. Në sallën e madhe. Në parë, ju keni takuar fëmijët në fatë të pyetje, a është në tekto? Po. Po, pra, keni drejt në një orë. Po. Fëmijët, drejtora, kanë qenë në dijeni që mami tyre nuk ishte më në jetë. Jo. Nuk posha, më ka. Mika ka qenë dijeni që mami tyre nuk ishte në jetë. Avokat, kërkoj folje, po ajo përgjeshta jo. Nuk posha, më ka se isha ka përcjell procesin, nuk ka qenë qëllim në diçka, po isha duke përcjell ajo shka po shkruaj procesin parë. Mu I vetëm në edhe një pasu të historie se prapër ka vazhdojnë në mënyrën e njëjtë në pyetje. Aha. Përfaqësi autorizuar, falës të dërtuar, apo familje deklaron, e kam të njëjtën mbërritje sepse I kam dhënë parashtroj pyetje Në mënyrën sikur se paraprape në mënyrën siç ishte kundërshtova po. Dhe se fëmijët nuk janë objekta si shërtimit s'kanë lidhje me rastin, kështu që kërkojmë që pjesa që nuk ka të bëjë me të akuzuar mos të potencohet për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Përndjesh. Dëshpëtorë përgjigj ju, në rregull. Atë notë ju me dërguat në hotel drejtor dhe të nesër në mëngjes ju erdhët prapë në hotel dhe është e vërtet që ishit ju që porositet mëngjes për në dhomë dhe që pastaj unë nuk e mora asnjëherë, por ishit ju që e porositet. Janë ka një kohë shumë mund nuk mund ta moj, po nuk kujtohet sa. Ka të bëra shumë kohë, mund të ketë dozë, nuk mund ta moj, por nuk të kujtoj sa. Ma vonë, drejtor, ju ma sollet një telefon dhe numrin tim e kishit të morë nga i kohë prapë dhe edhe një zarf me 2.000 euro kanë qenë nëse ju kujtohet. Po. Është saktë? Po, sa.
pse ma sollit një telefon dhe numrin tim prapë? Sova nuk u nis nga ajo që ju kanë plashkit dhe ju kanë marrë edhe që mi pas për komunikim. Po. Ju përveç kësaj ma vut në dispozicion edhe shoferin tuaj, Po. Betimi, Po. I cili qëndroj me mu. Që mos ka parë, sepse nuk është ti parasysh nuk jeni duke bashkë biseduar. Po. Edhe pse na jemi po mundohem me qenë tasnjashëm. Mënoja edhe në fakt kemi që po mundohem jemi të pa anshëm, po na jemi mundohem të shpitoj pyetjet mja parashtru jo me ato që ka deklaruar polici, qytet, përveç kësaj jo ma vëmë dispozicion edhe shoferin tuaj Betim në është sa kjo përgjigja është po, po ne kemi pyetjet jo në formë konstatimi, po pyetjet që I parashtruan në shpitalet që të kemi një përgjigje. Drejtore, atë nuk kur ndodhi ngjarja, edhe nga restoranin I kemi qenë, kur kom qenë në restorant me familje, a kemi qenë në kontakt lidhur me një takim I cili edhe ju e kishit atë notë. Po, kemi qenë para edhe pas restorant. Dhe para dhe pas atë nga kundore të ngjarja, edhe nga restoranti kur kam qenë me familja, a kemi qenë në kontakt lidhur me një takim që ju e kishit atë notë, përgjigja është, po keni qenë në kontakt? Para se me shku. Sepse ma I mend, kur ka saktu takimin me ata investitor që I takohon, ka saktu nga imi, unë ta një përmundën marë sepse për dalë në darkë me gjumën dhe me të. Po kemi qenë në kontakt? Restorant dhe më keni thënë se ju nuk mund të jeni në takim me investitorët që kishit caktuar, pasi që do shkoni në dorë me familjen. Unë kom po. Po, ju I keni thënë. Po. Ku më keni thënë, po ju, për ju, më keni thënë se ju nuk mund të jeni në takim me investitor, pasi që do të shkoni në dorë me familjen tuaj. A takim që ndërmjetësova unë, ju më dërguat një lokacion të vendit ku ju I preqit ata. Po, Është saktë kjo. po restoranin. Po. Të cilën atë lokacion unë është dosht me ja përcjell personit I cili ishte me delegacion. Po. Dashur t'ja përcjell personit I cili